Tregohet se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë një ditë siç ishte me sahabët e tij, me shokët e tij, në hadith saktë dhe të vërtetë. Tha, e mori avdesin dhe i lau gjymtyrët e tij nga 3 herë të gjitha. Pra filloi me gojën, me hundën, me fytyrën, filloi me parakrahët, i ra mes të kokës, pastaj lau edhe këmbët nga 3 herë secilën. Dhe i tha atyre që ishin pranishëm, normal na thotë edhe ne sot që e tregojmë, dhe hadithi vlen për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë brezat. I tha, ai i cili e merr këtë avdes dhe i fal 2 rekat, mbas avdesit, atij i falen të gjithë mëkatet, subhanallahu. Pastaj mori prap avdes profeti alayhi salatu wassalam dhe i lau të gjitha gjymtyrët nga 2 herë. Gjithë radha e avdesit nga 2 herë secilën. Dhe pastaj i tha shokëve të tij, ky është avdesi im dhe avdesi i profetëve që kanë qenë përpara meje, subhanallahu. Pastaj profeti alayhi salatu wassalam e mori edhe 1 herë avdesin dhe i lau të gjitha gjymtyrët e avdesit nga 1 herë. Dhe i tha të pranishmëve, ky është avdesi pa të cilin Allahu nuk e pranon namazin. Pra minimumi që mund të bëjë besimtari është që të gjithë gjymtyrët e avdesit t'i laj nga 1 herë. Nëse bën nga 2 herë, kjo është akoma më e mirë, ishte avdesi i të gjithë profetëve dhe pejgamberanëve të Allahut, dhe nëse i lan nga 3 herë, pra në formën më të plotë, dhe i fal 2 rekat, me përqendrim, ku t'i përqendrohet Allahut dhe mos hutohet namazin e tij, i falen të gjitha mëkatet deri në atë moment, subhanallahu.